Këtu fillojnë historitë që frymëzojnë, rrugëtime reale, përpjekje dhe sukses. Ky është Shqip Story, emisioni që sjell zërat e njerëzve të zakonshëm me histori të jashtëzakonshme. Nga Gojart Kodra, vetëm në Alp TV Kanada. Shqip Story. Ky emision mundësohet nga Sponsor General, North Star Condo Management, Broadview General Construction, PKF Antares, provides accounting and taxation services. Armela Regja, mirë se erdhe në Shqip Story. Kënaqësia e gjeta imja, mirë se të gjeta Gojart. Ç'kemi një herë, flasim shumë lirshëm. Mirë, faleminderit, si ja. Thot Kanadaja. Kanadaja çdo ditë nga një gjë të re. Fillimisht neve për dëgjuesin tanë na duhet ta dim nga është Armela. Fillimisht. Okay. Unë quhem Armela Regja. Unë jam nga Tirana, lindur rritur në Tiranë, kam mbaruar studimet aty dhe ka rreth 2 vite që jam zhvendosur këtu në Kanada. Si ishte përvoja në Shqipëri mas shkollës? Unë kam studiuar një bachelor për administrim biznesi dhe kam bërë masterin për marketing. Ndërkohë që studioja isha dhe në punë, si më shumë se gjysma e studentëve shqiptar. Po si ishte edhe punë dhe shkollë? Po, kam qenë edhe në punë edhe në shkollë, po në Tiranë. Që kur isha në fakultet, kam punuar punë të ndryshme, kam filluar me punë që kishin projekte të ndryshme të krijuara kryesisht fundjavave ose gjatë muajve të verës. Pastaj fillova punën time të parë zyrtare në call center. Kam punuar në anglisht. Okej, ajo është puna e parë. Ajo është zyrtarisht puna e parë që ka qenë afatgjatë, pra që nuk ka qenë vetëm 1 muaj, 2 ose 3, po ka qenë më shumë se 6 muaj. Okej, ndalo tani këtu. Po. Çfarë moshë ishe kur kam filluar punën e parë, kam qenë 19 vjeç. Po si u ndjeve kur ti domethënë mori një pagesë simbolike që përveç se krenare, kam fituar të përgjegjësinë ndaj paras. Besoj që kjo gjëja më ka rritur dhe më ka krijuar dhe më ka bërë mua më të përgjegjshme në menaxhimin e paras, edhe në planifikimin e veprimeve në të ardhmen. Gjithmonë jemi varur nga prindrit për të paguar shkollën, për shpenzime ndryshme ditore që kisha vitin e parë të fakultetit, po mbasi mbarova vitin e parë vendosa të punoj, që të shikoja veten në tregun e punës dhe kryesisht për menaxhimin e paras, që të kisha të ardhurat e mia të isha e pavarur financiarisht dhe të shpenzoja ato të ardhura për nevojat të ndryshme që unë kisha. Jam ndjer shumë krenare kur kam marrë rrogën e parë. Një fjalë që më kam pas thënë më përpara ishte që me rrogën e parë do të dish diçka të ëmbël. Okej. Dhe kam bler ëmbëlsira për gjithë stafin. Po nëse kjo ishte për adet, domethënë si thënë Tiranës. Po, kështu i the. Për adet, për të qenë e ëmbël gjithë jetën edhe që parat të sjellin ëmbëlsi, besoj, mendoj. Mrekulli, po çfarë na kujton diçka të bukur nga Tirana në atë kohë? Se njerëzit që kam njohur aty. Njerëzit e marrëdhënien me punën, me shoqërinë, na thuj diçka të bukur. Aty kam njohur 3 vajza fantastike. Njëra ishte shefja ime, zyrtarisht team lideri. Ajo aktualisht është mësuese në Norvegji dhe është një aset kombëtar. Më vjen shumë keq që ajo është mësuese në Norvegji dhe nuk është në Shqipëri, po kështu është momenti ekonomiko-social në Shqipëri. Dhe dy shoqet e mira më të mira të jetës që kanë qenë gjithmonë mbështetja ime më e madhe për të ecur përpara, i kam njohur pikërisht në atë vend. Pavarësisht njerëzve që kam pasur më përpara në jetën time që në Vegjeli dhe jam rritur me shumë njerëz dhe me shumë shoqëri të mirë, aty kam njohur 2 njerëz që më kanë mësuar dimensione të tjera të vetes time. Të kërkoj më shumë nga vetja, të përpiqem gjithmonë më shumë, gjithmonë të kërkoj what's next, pra çfarë mund bëj tjetër më shumë se sa kam arritur dhe jo të ulem në një standard edhe të rrit pres se okay, arrita këto gjëra dhe tani jam okay. Shumë studentë në Shqipëri marrin shkollën me shumë rezultate të mira, por e kanë shumë problem punë. Po. Si ma shpjego këtë gjë, domethënë? Ku duhet patjetër të përzihesh në një grup, në një klan politik që të kapësh një punë
apo thjesht se duhet të kesh aftësitë e duhura ose kontaktet me miq? Ose të dyja. Nëse si je i aftë profesionalisht duhet merresh me politikë që të gjesh një vend pune me mik, ose duhet jesh shumë i aftë që të gjesh një vend pune ta mbash mbi shpatullat e tua, edhe ta marrësh punën përpara dhe të jesh i zoti për të vërtetuar që ky vend pune është për mua, pavarësisht se kush do duan ata të jetë aty në vendin tënd punës. Dhe unë mendoj që ka vend për gjithë dhe në Shqipëri ka shumë profesionistë. Fakti që ne shkëlqejmë jashtë, do të thotë që dhe aty mund të kishin bërë të njëjtën gjë, thjesht nuk është klima e duhur, ose nuk e kanë ditur ta gjejnë veten në mënyrën e duhur në tregun e Shqipërisë. Teknikisht brezat ndryshojnë me njëri tjetrin. Dhe personalisht mendoj që varet shumë me breza, por varet me edukat. Nëse ti je ushqyer gjithë jetën me idenë që konkurenca është diçka e keqe dhe me idenë që me konkurrencën do fitoj vetëm njëri dhe nëse sado i mirë ti jesh është vetëm një karrike. No, përkundazi unë do të thotë që është mendimin tim mendim i kalbur. Nëse ti e shikon konkurrencën si diçka të mirë, që dikush është më i mirë se ty, ti do mësosh disa gjëra nga ai njeri, disa gjëra i di vet, dhe do të shtyt dhe do të motivoj që të mësosh disa gjëra që nuk i di asnjëri nga ju të dy dhe ti mund bësh akoma më i mirë se sa ai personi. Ose së bashku mund ndërtoni diçka duke plotësuar gjërat që dini që janë të ndryshme dhe ndërtoni një produkt ose një shërbim që është shumë më i mirë. Personalisht mendoj që ne si etnitet shqiptar kemi vështirësi të mëdha në bashkëpunime. Dhe besoj që funksionojmë shumë mirë si individ të vetëm në çdo lloj iniciative që marrim, ndërsa kur vjen puna për të ndërtuar grupe dhe për të mbështetur një njeri, është shumë e vështirë. Ndoshta kjo sepse ne jemi zhgënjur historikisht nga liderat dhe numrat 2 asnjëherë nuk janë marrë vesh kush janë dhe gjithmonë është marrë vetëm numri 1 në konsiderat. Edhe pushteti ka takuar vetëm njërit. Momentin që një njeri arrin të fuqizohet dhe të jetë lider ose të ndërtojë diçka, asnjëherë nuk duhet ngrihet vetëm. Nëse ngrihen vetëm, rënja do jetë e padiskutueshme. Nëse ngrihen disa veta njëkohësisht dhe fuqizohen, ndërtojnë produkte, projekte, emra, nuk e di, çfarë do lloj gjëje që mund të jetë në mes, jam shumë e bindur që do kenë sukses të gjithë. Dalim pak te vendimi që more të largohesh nga Shqipëria. Do të thënë, kishte një arsye të fortë largimi, nuk e ndjeje veten mirë në lidhje me pagesën që merresh, për shembull, nuk ndjeje e vlerësuar se tash paga është ajo që të jep një farë vlerësimi. Sa më shumë marrësh, mendoj që domethënë edhe vlerësohesh. Sa më pak marrësh. Unë nuk kam ikur për pagë nga Shqipëria. Kam ikur, do ta them kështu siç ja kam thënë shumë vetave, në muhabete tavolime kur më kam pyetur pse ke ikur, i them kam shumë budallaqe. Sepse në kuptimin që kam dashur shumë që të kuptoj tregun ndërkombëtar. Mendoja që din shumë më shumë se sa ne, mendova që janë shumë përpara nesh, janë shumë të zgjuar, din të krijojnë më bukur se sa ne. Ky ishte perceptimi im nga Shqipëria. Nga televizori për Kanadan dhe Amerikën e Veriut në përgjithësi, pra për Amerikën dhe Kanadan. Dhe unë kisha punuar me italian, me shqiptar, përgjithsisht gjithë jetën time, nuk kisha punuar me ndërkombëtar të vendeve perëndimore. Ja arrit të më zbërthy kulturën? Ja kam arritur t'ja kuptoj thelbin e kulturës, por të gjithë këta më duknin pak a shumë në nivelin ton. Dhe unë shikoja që çdo lloj gjëje që këta bënin, ishte thjesht zbatim. Pra ishte dikush tjetër që i projektonte gjithë këto fushatat e marketingut të bukura që bënin. Dhe ishin pikërisht vendet perëndimore dhe thash, okay, unë duhet t'i të studioj, duhet t'i të aprovoj veten time në një treg të madh dhe të shikoj vërtet se çfarë ndodh atje. Doja të kuptoja sekretin. Më kupton, më dukte sikur kishte një sekret që zonin ta tregonin dhe po të vija këtu do ta zbuloja. Dhe e dyta ishte klima që është krijuar në Shqipëri. Që mund të them ky ishte faktori më kryesor. Një rini që vetëm ikën çdo ditë. Un kam parë Tiranën e boshatisur. Pa ditë ku do shkojnë, pa ditë, pa busull. Pa ditur se çfarë i pret atje ku shkojnë. Ata thjesht dinë që do ikin në Gjermani, që do ikin në Kanada, që do ikin, nuk e di, në Mbretërinë e Bashkuar. Në shkollë do punojnë kamarierë. Dhe janë gatshëm të bëjnë çdo gjë vetëm të nga Shqipëria. Un kam mbaruar studimet e mia në 2015 dhe Tirana ka qenë plot me rini. Një rini që punonte në çdo sektor, filluan të mbusheshin kafenet me goca kamariere, që më përpara ishte një tabu. Gjithë studentët filluan të punojnë gjatë kohës ishin student, që më përpara ka pas qenë gjithashtu një gjë që nuk ndodhte normalisht. Pash çuna shqiptarë që filluan të punonin
që 16 vjeç, 15 vjeç, punë nga më të ndryshme që ishte një gjë shumë pozitive. Shumë pozitive është. Dhe pash mbas 4-5 viteve punë në Tiranë, jetoja gjithkohës, puna ime ka qenë gjithkohës e rrotulluar rreth Tiranës dhe pash në Tiranë të boshatisur. Me thënë, në vitet 2022-2023, në Tiranë kishte 2 gjenerata, mbi 40 vjeç, edhe 9-18 vjeç. Do më thënë s'kishte marrë një. Ti ecje nga liçeni dhe shkoje në qendër, të vetmet që shikoje ishe ose prindërit me fëmijë, ose gjimnazista ose të moshuar. Pra nuk kishte më rini, më shumë se 80% e shoqërisë time kanë emigruar në vende të ndryshme. Dhe isha kështu, I should try it, duhet ta provoj. Nuk do humbas ndonjë gjë, do jetë një eksperiencë, edhe nëse s'm pëlqen dhe kthehem, prap do kthehem me një bagazh, do kem një diplomë ndërkombëtare, do kem mësuar disa sekrete të këtij tregut ndërkombëtar. Dalim pak te momenti që preve biletën e avionit edhe more vizën, gjërat edhe u niste drejt Kanadas. Na thuj pak përshtypjen e parë kur zbrita në aeroport. Oh my god. Kjo është pjesa më e bukur. Se tani këtu janë ato pjesët që ngelin memorie. Pjesa më e bukur është kjo. Unë nuk njoh asnjërin në Kanada. Unë kam ardhur këtu, nuk kam asnjë kushëri, asnjë shoqë, asnjë shok. I vetmi njeri që më ndihmoi ishte një vajzë shqiptare që e kontaktoi e njihja nëpërmjet shoqes time të gjimnazit. Nisëm dhe 2 ditë para takoj rastësisht jeta më sjell përpara një njerëz që kishte shumë vite në Kanada dhe e pyes nëse mund të pim një kafe që të më tregosh pak eksperiencën tënde. Ajo ishte me të vllajën dhe më treguan eksperiencën e tyre shumë pozitiv. Më mbushën me shpresa. Kanadaja. Ato kishin ardhur para 20 vjeç. Jo, ajo vajza kishte ardhur nga Greqia. Para sa vitesh? Dhe në valën e emigracionit të viteve 2010. Emigrantët e Greqisë që u zhvendosën mbas krizës Greqisë. Po prapë nuk është e njëjta. Nuk është e njëjta sikur të emigrosh para 5 vjeç. Po, vllaja e saj kishte saktësisht 6 vite në Kanada. Dhe po më tregonin në mënyrë më të mirë të mundshme Kanadan. Do të them saktësisht fjalët e atij djalit. Po. Toronto është vendi më i bukur në botë. Ndërkohë që ti je ulur duke pirë kafe në downtown, përballë teje do të shfaqet njëra që ka veshur sare. 2 hapa më tutje, ke një çift gay që janë përqafuar me njëri tjetrin, njëri është vesh me të verdha, njëri është me portokalli. Ti vazhdo pi kafen tënde. Kanë botën e vet ato. Ti vazhdo pi kafen tënde dhe pak më tutje kalojnë 2 gra muslimane, 2 janë me karrocë dhe kanë fëmijët aty. Dhe ndërkohë ti shef ngjitur me ato një burrë që ka miliona dollar, sepse vetëm kostumi i atij bën ditë $50,000. Dhe kjo ishte në mendjen time tabloja që unë do gjeja këtu. Dhe çfarë ndodhi thua ti? Ndodhi që unë në aeroport takoj një grua tjetër shqiptare që më thotë, "Ça do ti në Kanada?" Ça do? Po. Direkt pesimiste, ha? Unë kam 20 vite në Kanada. Goca si ty duhet rinë Tiranë. Me thënë drejtën, nuk e di nga një herë robi, nga shiu mbreshër, po. Unë brenda, unë nisa në aeroport me e motivuar, domethënë me zemrën plot që po shkoj në një vend të bukur që të gjithë kanë vend, që të gjithë mund të ecin para, që s'ka rëndësi se kush je në rrugë e i njëjtë. M'fal, para se me edhe herë të themi edhe herë. Mori informacion për Kanadën para se të vish? Un kam lexuar çfarë shkruhet nëpër websajte. Dhe si ishin opinionet? Opinionet ishin nga më drastikat. Pra, kishte nga ata që e lavdronin si vend i mundësive, kishte edhe nga ata që thonin që në Kanada është shumë vështirë. Por unë nuk erdha këtu për një rrugë të lehtë. Pra, unë erdha këtu për të ballafaquar me një treg të ri, dhe si një emigrante me status. Pra, unë nuk erdha këtu me idenë që do rri përfundimisht këtu. Unë erdha këtu për ta provuar. Pra, nëse më pëlqej do rri, nëse s'pëlqej do kthehem në Tiranë. Me kupton? Pra, nuk është që kisha marrë një vendim përfundimtar që do shkoj dhe do rri aty dhe nuk kthehem më. Thjesht doja të provoja një eksperiencë të re. Okej, dalim të hapet e parë. E pe atë aeroportin, i pe multikultura që për ne shqiptarët si më sot shohim multi. I pash edhe avionin plot me indian. Është i rujt zoti, i rujt ato, se mirë zotit, po me thënë drejtën shqiptarët janë në raca më e bukur në botë. Jemi më të bukurit në botë. Për zotin e madh. Jemi. Me zemër, me gjithçka, po nuk e di, mbase ne jemi të bukur, ne jemi të pastër, ne jemi njerëz të mirë, jemi punëtor, nuk
Domethënë ka raca tjera që janë punëtorë, por nuk besoj që ka ndonjë racë që ka aq shumë dëshirë për të ecur përpara sa raca jonë. Vetëm për këtë duhet jemi shumë krenare dhe duhet ta gjejmë gjithë. Okej, flasim pak për hapin e parë. Ti kishe punë garantuar me kurrera apo është okej, pse edhe kjo është unë u nisa se në Kanada është ida shtrenjtë. Po, unë nisa e mirë informuar. Me pas bankat me pas maronën parë shumë. Po, unë nisa e mirë informuar. Pra unë kisha bërë aplikimet në shkollë, e dija sa do pagoja në shkollë. Kisha përgatitur dhe një buxhet për 12 muaj, gjatë kohës që isha studente, që duhet kisha një buxhet të përcaktuar mujor ku përfshihej qiraja dhe shpenzimet e tjera. Lek domethënë. Besoj që gjithë studentët vinë me lek, nëse s'vinë me lek, vinë të dikush që ka lek. Okej. Pra, unë e kisha mirë menduar këtë hap. Ishte le të them që gjithë jetën time kisha punuar që të bëja realitet një ëndër timen në Tiranë. Isha në punë, isha në punë të mira, të mirë paguara për tregun e Tiranës të asoj kohë. Nuk po them që isha milionere, nuk isha ndonjë njeri me super të ardhura. Thjesht ishe me rrogën mbi mesatare në Tiranë? Qa quan rrogë mesatare në 2020? Jo, po flas për në Tiranë, që ti tashti normalisht i paret. Unë punoja në shtet, si specialist marketingu, dhe kisha një rrogë shteti dhe punoja ndërkohë në një kompani tjetër që kisha edhe një rrogë tjetër. Po. Kështu që e kisha rezervuar në mendjen time që kishe rezerva, kishe buxhet që edhe 6 mundi të jesh pa punë, domethënë e përballoje. Po. Plus që kisha, siç e themi, ne kemi pak krahun e ngrohtë, se kisha prindrit gjithmonë që më thonin që nëse do kesh nevojë, ne jemi këtu për ty. Edhe nuk erdha vetëm, pra unë erdha fillimisht vetëm, po më mbrapa mora dhe bashkëshortin tim, që ishte një ndihmë shumë e madhe, me thënë të vërtetën, që të punoja edhe të paguanim dhe faturat. Nuk është që po diskutoni me kursy apo me rikuperu shpenzimet që kemi pasur, po të shijonin këtë eksperiencë edhe të pagunin faturat në fund fare. Kjo ishte si qëllimi jon gjatë kësaj periudhe, domethënë. Kjo ka qenë vetëm një gjë që unë e kam nisur me siguri, sepse kam bërë një kërkim shumë të thelluar. Nuk jam nisur me fjalët e njerëzve dhe kjo është këshilla ime numër 1 për çdo njeri që niset për të ardhur në Kanada ose në çdo lloj vendi të botës. Lexoni. Po, nuk ka vetëm leximi. Për shembull, edhe unë kur erdha para që kam 7 vjet, më thoshin të tjerë, jo kështu, jo ashtu, po shqiptari edhe njeriu ka qef mi provu vetë gjërat. Për shembull, çka ka atje? Jo po e hidhur, jo po e ëmbël. Është ajo vetë mendimi i njeriu mi provu gjërat. Po nuk është Kanadaja si ka qenë atëherë, po shpresojmë që të bëhet më mirë. Po, jam dakord. Politika ka luajtur shumë rol. Unë doja ta provoja Kanadan dhe pse më shumë thonin ç'a do të atje. Më thënë, kur unë i thash shefes time që do ikin në Kanada, pa një herë kështu më tha, ç'a do ti atje? Ç'a po kom ti atje? Më thënë, një njeri që e kishte provuar emigracionin, që ishte kthyer në Shqipëri, ka ndërtuar biznese, më tha tekstualisht, ç'a do ti atje? Dhe për kështu është jeta. Dalim pak te sfidat që ke hasur, se tashti në çdo rrugtim ka dhe sfidat e veta, edhe tashti nuk ka puna me hap kuptimin, me hap barkun, po 2-3 gjëra thuhet, më thënë që janë për të thënë për sfidat. Edhe pse jo, për shembull, dikush këtë podcast kam dëgjuar dhe edhe mund të japim sa shumë mesazhe, kupton se zoti bën fush me lule. Po, Kanadaja nuk është fush me lule fare. Zoti bën fush me lule se neve i ndihmojmë njerëzit, po them vërtetën. Po t'ja bëjmë rrafsh njerëzve, neve i marrim në qafë. Prandaj thash, lexoni. Do hyjmë bosh ja $50,000, $100,000 edhe pastaj duhet. S'ke më kthim pas pastaj. Jo, po duhet mos 110,000 më ashtu. Kjo është e vërtet. Këshill, unë pak për sfidat. Për sfidat, çfarë mund të thuhet? Përgatituni që të gjeni shtëpi është gjëja më e vështirë se sa të gjeni punë. Të gjeni shtëpi duhet paguani qira pafund. Vetëm ka njerëz që kanë paguar qiran e një viti. Po, e di. Brenda një dite vetëm që ta sigurojnë që atë shtëpinë do ta marrin, sepse nuk kanë zgjidhje tjetër. Ne vim këtu pa shumë gjëra, ne vim këtu pa një credit score, ne vim këtu pa një background check, që normalisht është shumë e vështirë që dikush të të besoj shtëpinë. Po, është shumë vërtet. Nëse ti s'ke aftësi paguese, e vetmja gjë që të garanton që ti do ta mbash atë shtëpinë për një vit, do ta paguash, është paguash qiran e një viti në një ditë. Dhe imagjino të paguash $20,000 ose $25,000 brenda një dite, se në çfarë situate ngelesh ti. Kështu që mendoj që gjëra që duhet njëri njerëz është shumë e vështirë të merrni në shtëpi me qira.
shumë e vështirë. Ose duhet keni një njerëz që do dali garant për ju, që t'ju suportoj dhe të plotësoj disa dokumenta që jo të gjithë do ta bëjnë, sepse në fund fare gjithë secili do shikoj se për çfarë po del garant. Dhe dyta, përgatituni për tregun e punës. Tani akoma s'mbaruam me sfidat. Po, sfida kjo është, domethënë gjesh shtëpi e para. E dyta është të gjesh punë. Tregu i punës këtu është shumë i vështirë. Pyetja e parë që më kanë bërë gjithkohës Canadian experience. Canadian experience. Madje edhe po të shkosh të kërkosh punë si pizzaiol, thon Canadian experience. Edhe është më i thënë vlla, pizza nuk e ke shpik ti, e ka shpik italian. Domethënë ti je në një situatë që ti thua i dia se di këto gjëra. E di më të bukurën, un kam një shokun tim që e përshëndes, po do jetë herë tjetër në podcast. Ka punuar drejtor banke në Shqipëri. Po. Edhe këtu 20 vjet. Po. Këtu nuk po gjen fare punë në profesionin e vet. Edhe kur shkon ban intervista, i jep intervista, i thonë ti je super i kualifikuar që kanë frikë valla. Am thani ai është më lart në nivel se këto që janë këtu. Edhe i ka dyert e mbyllura. I ka dyert e mbyllura në fakt, dhe kjo është sfidë shumë e madhe, sepse ne nuk njohim këtu njerëz. Është në eksperiencë mos më kanë. Nuk ta njohin eksperiencën jashtë Kanadas. Po, duan eksperiencën kanadeze, duan që ti të njohësh dikë të brendshëm te ajo kompania që do të referoj ty. Po. Edhe ti nëse je më i mirë se kandidati tjetër që konkuron për të njëjtin vend pune, ti je më i mirë, por ai njeh dikë nga stafi, ai do marrë atë që njeh dikë nga stafi. Është vërtet, po kjo ka i far sensi. Dhe kjo nuk është dhe e drejtë për mendimin tim. E di pse? Sepse ndoshta unë nuk njoh dikë, por unë mund të jem më e mirë se sa ai personi që njeh dikë. Është shumë rregull, po si të qoftë, unë mendoj që rreshtat duhet ndjekën në një farë mënyrë. Se për shembull, ky mund të jetë shumë i kualifikuar, por nuk është i besueshëm. Po, por mendo këtu se sa e vështirë është për një njerëz që nuk njeh askënd këtu. Dhe ty të duhet të krijohet ajo. Unë pikën e referimit unë më pëlqen, domethënë, kam mësuar edhe në vende të tjera dhe thoshin më duhet një referim nga ke ardhur. Po, por edhe këtu në studio po të vish për shembull thotë, "Ok, po ku e pe ky studio ti? E pe në Google dhe ga morë referencë." Po. Jam shumë dakord, por në momentin kur vendosin me punësu një kandidat, që një njerëz brenda kompanisë dhe me punësu një brenda kompanisë, me një që nuk njeh asnjë, nuk më e ke parasysh nuk më jep një sens logjik që pse duhet ta punësoj vetëm se një dikë brenda kompanisë. Për mendimin tim. Pastaj kjo është çështje e kompanive këtu që zgjedhin japin përparësi gjithmonë punonjësit aktual për të referuar dikë nga jashtë. Dalim pak sa të hapur mundësitë nga shqiptarët. Se kjo është një temë shumë që neve na mundon, ëh. Na mundon të them drejtën, do të jemi sa më shumë realist. Sa ke gjeti dyert të hapura nga shqiptarët, nga vëllezërit dhe motrat që kanë ardhur para nesh, kanë provuar para nesh, kanë sakrifikuar para nesh. Unë përpiqem të jem shumë diplomate. Pa emra. Edhe të flas vetëm anët pozitive të çdo lloj situate që kam kaluar, por ke shumë të drejtë, duhet të themi gjërat se janë realisht, që njerëzit ta kuptojnë që fusha nuk ngelem turp pse kam turp të them këtë. Jeta nuk është fushë me lule, ke shumë drejt. Unë pata fatin e mirë që, siç thash, në shoqja ime gjimnazit, më ndihmoi me anë të kushërirës vet që gjeja një shtëpi kur të vija dhe personi që ndejta te shtëpia e tij ishte një pronar që kishte një kompani këtu dhe pata fatin e mirë që më ndihmoi ai të gjeja një punë të parë. Po, më rekomandoi të punoja në një restorant, punova në një restorant si ndihmëse, për herë të parë në jetën time kam bajt tabaka me gota. Pjata, nuk e dija çfarë ishte kjo gjë, por më kanë ndihmuar shumë të kuptoj kanadezët e vërtet. Ata që janë lindur, janë rritur në Kanada, morë edhe kulturën. Dhe mora kulturën e tyre të punës, se si punonin ata, se si flisnin me njëri tjetrin, se si po ndërtonin jetën e tyre dhe se sa ishe rrëthuar me shqiptar që punonin aty apo kanadez? Unë isha vetëm një shqiptare aty. Të gjithë ishin përgjithsisht ishin të lindur të rritur këtu dhe ndonjë pjesë e stafit që ishin emigrantë të ardhur, që ishin ose me vizë të përkohshme si punonjës, punëtor, ose studenta. Kam njohur aty menaxher edhe kamarier që ishin gjithë kanadez dhe ndihmësat që ishin përgjithsisht studenta. Si të trajtonin? Shumë mirë.
Unë nuk di të çfarë të them për ata pjesë e shoqërisë kanadeze që kam njohur. Kam parë vajza që po studiojnë në University of Toronto, që mbaronin shkollën në orën 4, ishin në punë në orën 5, mbaronin punën si kamariere në orën 1 të natës ose 2 të natës, shkonin në punë dhe nesër në 6 ose në 7 mëngjesit zgjoheshin bëshin gati për të shkuar në shkollë prapë. Goca që nuk punonin sepse po punonin për të paguar shkollën, ata merrnin mjaftueshëm të ardhura dhe kishin mbështetje nga familja, por punonin sepse thonin un kam një ëndër. Njëra nga ato ka ndërtuar brandin e vet veshjeve verore dhe është dizajnere, ndërsa tjetra po mblidhte të ardhurat për të hapur studion e saj si psikologe. Wow. Tjetri kishte filluar punën e tij part-time me një koleg tjetër dhe punon ka ndërtuar një kompani pastrimi me 6 cleanera dhe vinte punonte aty vetëm 2 ditë në javë që këto lekët të investonte te biznesi, që biznesi të ngrihej sa më shpejt në shkallën që ai donte dhe të mundte thjesht të ishte në punë për të bërë menaxhimin e stafit dhe jo të shkonte edhe vet me stafin për të punuar. Pra, un kam njohur këtu një rini që kishte të ardhura edhe prapë po arrinte të studionte dhe të ngrihej në stadin e intelektualit dhe nuk e kishte problem të punonte kamarier. Të pastronte tavolinat, të lante gotat përmbrapa, të lante dyshemend, të pastronte edhe tualetat. Sepse gjithë këto ishin pjesë e detyrave të shërbimit. Kemi këto komplekse në Shqipëri. Ndërkohë që në Shqipëri është kompleks dhe ne i shohim si për uli ata që punojnë kamariera ose pastrus. Dhe ndërkohë nuk është fare ashtu. Unë realisht jam habitur që të betohem, ajo goca vinte në punë me varse Christian Dior, dhe ndërkohë lante tualetin në fund turnit dhe nuk e kishte fare problem. Thoshte it's part of my job, I'm gonna do it. Nuk e kishte fare problem. Është më pëlqen shumë kjo kultura, këta e thon humble. Modest. Janë shumë modest dhe për ulës, pra janë ndaj punës janë të përulur. Nuk e kanë fare problem të bëjnë punë nga më të ndryshmet për aq kohë sa atyre u shërben për qëllimin e tyre final. Dhe kjo është një gjë shumë festike. Jo, çfarë ka të mira do t'i marrim neve, s'na duan. Dhe mendoj që shoqëria shqiptare, sidomos të rinj shqiptar, duhet të emigrojnë për këtë arsye. Që të shohin se si është bota jashtë, se sa e vështirë është fitohet leku jashtë, se sa e vështirë është konkurenca jashtë, se sa e vështirë është të gjesh punën tënde të parë jashtë nëse je vetëm fare, dhe sa e vështirë është të hysh në tregun tënd profesionit dhe të ndërtosh profesionin jashtë, dhe pastaj të shkojnë në Shqipëri dhe një herë edhe të flasin se sa e thjeshtë është fituar shtetit ktheu mbrapsht pas pëlqeu. Po ka, unë njoh njerëz që janë ndërzuar. Po. Janë ndërzuar, më kanë 3 vjet janë ndërzuar. Dhe ta normalizojmë që të kthehesh mbrapsht në Shqipëri nuk është dështim. Nuk ti merr fare eksperiencë, Nuk është dështim absolutisht. Unë me thënë drejtën, se po dalë tash te vite ime, unë më ka bën shumë punë ardhen në Kanada, se më ka sistemu pak a shumë përshëndruar. Ti më i qartë, edhe të kem sa më shumë timi qartë çfarë kërkoj, se në Shqipëri me thënë drejtën del për me pi kafe dhe aty me shok, ti thon i koha, hajt muhabet, nga kafja shkon në drek. Dreka ka kafe. Dhe pikërisht kjo është arsyeja. Kjo është arsyeja pse s'po përzihem shumë me shqiptarët këtu. Jo, vazhdo, je shumë mirë. Vetëm kisha një pyetje, domethënë ke kuptuar ndryshim për 2 vjet që je në Kanada, domethënë ma thy pa përvojën ose për vetën time? Tek personaliteti im? Po, mendon që je ngrit? Nuk timin që nuk është Armelia që ishte para 2 vjeç sot. Jo, nuk është Armelia para 2 viteve. Okay. Absolutisht jo. Ka ndikuar shumë eksperjenca kanë. Shumë. Kam vënë re një për të organizuar dhe për të krijuar vlerë reale për të rinj që vinë. Pra ne na mungon një faqe ku gjithë shqiptarët të promovojnë biznesin e tyre dhe gjithë ata që vinë të ri, shkojnë të punojnë për këta që ndërkohë kanë kompani, pse duhet marrin shtetësi tjera në punë. Dhe për shembull mua do më ndihmonte shumë si një njerëz që vi këtu pa një njerëz, nëse do kisha këtë portalin, kohë më para do filloja do aplikoja derisa të punësohesha diku. Ose nëse kanë shtëpi, shqiptarët këtu janë të gjithë që kanë vite këtu kanë shtëpia, kanë shumë shtëpia prona. Në vend që t'i japin me qira nëpërmjet realtors, real estate-it, te kjo faqja mund nxjerrë shtëpinë me qira. Edhe ata që vinë nga Shqipëria, të shkojnë të aplikojnë dhe të bëjnë qira gjithë e ti. Kemi ca njerëz që po kontribuojnë dhe janë shumë patriot. S'poj përmend me emrat, po ka njerëz të mirë që po kontribuojnë për Shqipëri. Po na duhet kjo databaza. Ky website që të shkojmë gjithë edhe ta dimë se kjo duhet, po fatikisht
ishte një ide e një mikës time, pra se nuk kam shefe për bën emra, se ato do jenë nesër mas nesër në studio. Edhe tha, hajde gojart na një mot ta bëjmë. Edhe kishim neve kontakte me bë kjo gjë, kur unë marr disa persona të tretë, i tham se po bën ky biznes, thanë jo biznes, po bën kjo një lloj iniciative. Që ta hap kjo gjë, ato pala e tretë e kesh përdorën lajmin tim edhe deshin ata me e bën. Thanë ne këto jemi shqiptar. Dan ke frikë ti thush dikujt për një ide, se thot po më s'ka problem, edhe sa dali kur fillon ban zhurmë nga tjetër me të njëjtin plan me të njëjtin. Dalim tek ajo që Zotin shumë e vështirë të na bësh bashkë, pra. Ecim shumë mirë vetëm. Dhe këtu pasojë ti vujmë ne që vim të ri këtu edhe nuk e dim se me çfarë përballemi. Dalim pak tani te profesioni juaj, siç erdhën në Kanada, të flasim pak të marketingun, na thuj pak ndryshimet e marketingut si janë në Shqipëri me Kanada. Këtu kam shumë për të folur. Po fol sa dush se parenet kemi. Unë di të them që këtu kam kuptuar sepse përdoreshin ato libra që unë kam lexuar në Shqipëri. Wow. Okej, para. Unë këtu kam kuptuar sepse flitej për sjelljen konsumatore, sepse flitej për ofertat, sepse flitej për email marketing e gjitha me radhë. E kam kuptuar sepse këtu konsumatori është shumë kompleks. Pra njeriu që ti shet produktin ose shërbimin është shumë kompleks, popullata është shumë komplekse. Njerëzit janë shumë divers, janë shumë të ndryshëm. Multikulturalizmi sjell pafund derivate të sjelljes dhe mënyrën se si ti e formulon mesazhin dhe e çon mesazhin te publiku. Dhe realisht këtu kam kuptuar librat e marketingut për të cilat un kam investuar 5 vite nga jeta ime në Shqipëri dhe kur mbarova shkollën nuk më hyn punë fare për të përdorur në punë. Sepse tregu jon ishte shumë i vogël. Tipologjia e konsumatorit ishte e njëjtë. Pra ishte pothuajse e pamundur që ti merrje ato gjëra që kishe lexuar në libra dhe ti përdorje në jetën reale në marketing. Është më komplikuar apo në Shqipëri është më easy, Jo, unë mendoj që në Shqipëri është më e komplikuar, sepse të duhet shumë vite punë që të arrish ta kuptosh se këto librat nuk të duhen fare. Vetëm eksperiencë. Po, të duhet eksperjenca. Më kupton? Pra, ti në Shqipëri konsumatori është i njëjtë. Kudo që të jetë, pavarësisht lokacionit në Shqipëri, pavarësisht vendodhjes në Shqipëri, konsumatori është i njëjtë. Ndërsa këtu ndryshon shumë një konsumator që jeton në Bregun Perëndimor në Vancouver me një konsumator që jeton në Saskatoon. Sepse preferojnë produkti mund të ketë njëjtin emër, por përbërja ndryshon dhe mënyra se si ia thu mesazhin ndryshon komplet. Këtu kam arritur të kuptoj këtë gjë që arsyeja sepse marketingu është ky që është sot dhe që ndryshon drejtimin e mendimit të njerëzve është sepse shoqëritë e mëdha, shoqëritë e hapura, siç është Kanadaja dhe Amerika dhe vendet e tjera shumë të mëdha, marketingu është kryesor për të patur sukses. Nëse ti në këtë vend nuk ke marketing, tu je i vdekur. Po, është shumë vërtet marketingu. Ndërsa në Shqipëri mund të jetosh edhe pa marketing. Është shumë rëndësishme, po kam një pyetje interesante, po do t'i vijë momentit asaj. Na fol pak për ëndrat tuaja të marketingut. Çfarë ëndër ke ti, do të thënë si një vajzë që e ke edhe profesion marketingun, po dhe je dashuruar me punën që normalisht se kjo du ta dush i far punën. S'mund ta bash kështu vetëm për lek. Po e bëre vetëm për lek, pastaj do thotë që po humbet jetën tënde. Nuk mund të kriju. Vetëm për të mbijetuar. Se marketingu është dhe me kriju. Marketingu është kokë këmbë krijim edhe strategji. Po, edhe s'mund shkosh ti copy paste, kështu ja bëra gojartit dhe bëhet diçka tjetër. Un kam një ëndër shumë të madhe. Mos ta thym se do bësh aviona tash ti. Jo. Ëndra ime është kem agjencinë time të marketingut, edhe të ofroj shërbime marketingu. E çut malli kë? Për këtë tregun që është këtu po. Sepse ka shumë të talentuar. Në Kanada ka shumë të talentuar që merren me marketing edhe që e shohin marketingun si diçka të pjesës së tyre të brendshme, si një mënyrë për të shprehur veten edhe për të sjellë ide të reja. Janë shumë kreativ, janë shumë profesional edhe janë skuadrat që bashkohen shumë mirë elementet bashkë edhe arrin të bashkëpunojnë. A mendon ndonjëherë se marketingun edhe ke kuptuar sikur ke kuptuar një fotograf? Si për shembull, dikush thotë unë bëj me telefon dy fotografi, po del jashtë lojë fotografi profesional. Në këtë pikë edhe të marketingu dikush bën 2-3 gjëra që kanë template në rrjetet sociale, thotë ja marketingu. Kjo është arsye pse unë thash që këtu ka shumë konkurrencë. Sepse këtu një agjenci marketingu
ka fotograf, ka content creator, ka social media marketing, ka email marketing, ka strategy marketing, ka branding, ka pafund element. Marketingu nuk është të bësh ca foto, ti fusësh një template Canva edhe ti postosh. Ose të shkosh bësh një video me telefon, me kualitet zëri që edhe mund të mos e dëgjosh atë që po flet, ose duket sikur po flet larg, edhe ta postosh. Marketingu është një kombinim i strategjive dhe i analizimit të dhënave që ty të gjenerohen dhe përdorimi i tyre. Kjo vetëm ti e kupton edhe njerëzit që merren me marketing, pa populli nuk e para e kupton këtë pjesë. Për shembull, ma thuaj ti ndryshimin kur dalin për shembull reklama jote ose marketingu jot kur dalin në Google, krahasim me një amator që s'ka lidhje fare. Ku është ndryshimi? Sepse profesionali ka gjithë elementet. Nuk mund të kesh vetëm një element edhe të mendosh ti që po bën marketing. Pra, në qoftë se unë bëj postime në rrjetet sociale, unë kam një faqe webi, ku mund shkosh ti kontrollosh të faqe. Ne kemi një support team, një skuadër që është mbrapa asaj. Kemi email marketing, ne dërgojmë emailën në mënyrë konstante klientëve tanë për shërbime të ndryshme. Bëjmë konferencë ose sesione informuese për konsumatorët. Pra, ne jemi një skuadër në atë që ofrojmë. Nuk kemi one man show. Pra, nuk kemi një njerëz që bën çdo gjë të mundshme. Dhe mendoj që nëse unë dua që të krijoj këtë agjensinë për të ofruar gjitha këto shërbimet, dua ta bëj në mënyrë profesionale dhe nuk dua ta bëj vetëm. Po duhet staf. Por përveç se duhet staf, duhet dhe njerëz të specializuar për të ofruar atë shërbim. Dhe ai personi që ofron atë shërbimin të marrë përgjegjësi për outputin e fushatave, se në marketing punohet me fushata, dhe nëse fushata nuk performon, ti duhet ta stoposh, po jo ta ndalosh, dhe jo ta mbyllësh si fushat, por ti e ndalon, e përmirëson në moment, pra i shef aty gjërat që nuk shkojnë, ja ndryshon dhe e vazhdon prapë fushatën. Më kupton? Në momentin që ti e vazhdon, e shikon po performon apo ka akoma nevojë për përmirësim. Kjo është ajo gjëja që i ndihmon klientët të konvertohen. Nëse ti bën marketing dhe nuk konverton, për çfarë po e bën? Më thuaj pak çfarë lloj marketingi ka. Tash ti nëse s'do ket Google fare, s'do ket ma fare internet. Ikën dritat. Po. Si do punohet marketing? Do kthehemi back on time. Mos harroj. Ka pas marketing, ka pas mënyra të tjera, me painting, me lyrje, me gjëra, pas gjithmonë. I mba mend gazetat? Po. Në gazeta, në çdo cep ke pas reklamat. Po. E kupton? Po. Edhe reklamën e ke pas me pjesë me kuadrat. Me kuadrate të vogla ose sa më të vogël aty ishte pagesa, sa më të madhe. Sa më madhe, më madhe. Do kthehemi prapë aty. Tashmë ne këtë marketingun nuk e kemi më në gazetë të printuar, e kemi në telefon, të stampuar në telefon. Por është telefon. Mos harro, marketingu nuk varet nga kanali. Kanali është gazeta, është telefoni, është televizori, ka qenë më përpara televizore. Pafund reklama, televizioni vazhdon të jetë media që merr më shumë të ardhurë nga marketingu. Gjeneron pafund të ardhurë vetëm nga marketingu është televizioni aktualisht. Sidomos në Big Brotherin që kemi aktualisht me reality show, pagesa të çmendura për të bërë pjesë e reality show vetëm për të marrë vizibilitetin për konsumatorin. Nëse nuk do jetë social media, nëse do mbyllet çdo kanal digital, do jetë televizioni. Ja, mos e para 6 muaj. Televizioni do jetë radio, do jetë gazeta, e kështu me radhë. Mamën para 6 muaj, do të thonë se u bllokoi Instagrami dhe këto. A di si u bëm shumë, u bëm fare fashanolli. Po. Se mbaroi jeta. Ose njerëzit varen tani nga Instagrami, nga. Po. Është bërë një drog. Është bërë një drog. Sa të hapësh syt mjes direkt po burra. Ja. Po fatikisht thash. Kështu që pyetja jote ishte për mendimin tim është kjo. Do kthehem prapë te kanalet tradicionale, te marketingu në letra, në gazeta, te marketingu me copa letre përballë ndërtesës së kështu me radhë. Okej. Dalim pak te evolimi i marketingut. Si ishte, domethënë tani ku është edhe ku mendon të shkojë, domethënë. Unë për shembull më rrit di teknologjinë të telefonat që e kam përjetuar vetë me telefona, domethënë që ishin para Nokia, Alcatel, në flasim 95-ën, edhe në atë kohë u fliste do dali iPhone-i dhe kemë pa robin në fund botës, më thosh. Edhe neve se besoheshim, fatikisht. Erdhi dita, po. Edhe kjo marketingu ka pa goxha shkallë, domethënë preparuar, po kena në ide se ku mund shkojnë se tash këto ustallarët e mëdhenj që janë
këto punojnë prapë këto. Unë do të bëj një pyetje. A di ti se sa sasi informacioni lexon një njeri në ditë duke përdorur vetëm rrjetet sociale? Me shifra se di, po goxha marrim. Mendoja. Ja fuskot, po. Sa kulla e statujës së lirisë? Qef. Po. Dhe kjo tregon një bumë informacione. Pra, njerëzit sot janë të bombarduar nga informacioni, nga marketingu, nga storage që është ndrungu të njeriu, do të them, po, është i bombarduar në mënyrë konstante nga kanale të ndryshme komunikimi dhe mesazhe të ndryshme. Aktualisht të jesh i mirë në marketing është shumë e vështirë, sepse që ti të shkruash një gjë që ai njeriu ta mbajë mend nesër nga gjithë ajo kulla që ka lexuar dje, është shumë e vështirë. Koha mesatare që njerëzit tani kalojnë në telefon është të paktën 4 deri në 5 orë në ditë. Po, shumë vërtet. Dhe për mos thënë për të tjerë që janë më shumë se 5 orë. Është minimalja 4 deri në 5 orë në ditë shfrytëzojnë në telefon. Po pra, po ma e bukur kur i bi dikujt në telefon edhe për shkak thosh hap se s'kam pa telefonin. Ka ti apo? Ndërkohë pse ndise von dhe pres. Po i vaj se s'kam pa telefonin. Kur Por, duke dalur te përgjigjja e pyetjes tënde se ku do shkojë marketingu, unë besoj që marketingu do kalohet në brende. Brendi personal. Çfarë e lidh ti veten me konsumatorin? Sepse njerëzit do identifikohen tashmë me njerëzit dhe jo me brendat. Ne deri tani kemi qenë te epoka e brendeve dhe 5 vitet e fundit ne po jemi në tranzicion për të kaluar tek brendi i njeriut. Njerëzit më me famë dhe më me influencë në botë po krijojnë brendet e tyre. Ka një arsye pse mbas 15 viteve që Mark Zuckerberg është pas Facebook dhe Instagram më në fund po shfaq veten e vet në rrjetet sociale. Është pikërisht kjo. Interesant, ka hapur një grup. Mark Zuckerberg ka qenë ai që ka themeluar dhe ka drejtuar mendimin e njerëzve drejt përdorimit të platformave të ndryshme sociale. Filloi me Facebook, tani me Instagram e kështu me radhë. Dhe ishte i vetmi që nuk postonte kurrë në jetën e vet. Mark Zuckerberg ka një vit e pak që është njeriu më aktiv në rrjetet sociale. Kudo ku shkon po poston video dhe mos harro foton më të bukur në oqean duke bërë surfing me fremurin amerikan, që theu rrjetin. Dhe po e përdor këtë për të treguar njerëzve që edhe un jam si ju. Dhe ju duhet përdorni produktin siç e përdor unë. Dhe produkti i tij është Instagrami. Dhe në ditët e sotme nëse ti ke një shërbim ose një produkt dhe ti nuk po nxjerr veten tënde në rrjetet sociale, you are doing it wrong. Po e bën në mënyrë të gabuar. Me thënë ti duhet patjetër ta marketosh brandin tënd me veten tënde dhe ta lidhësh prezencën tënde me atë që do t'i shesësh konsumatorit. Ky është mendimi im se ku po shkon marketingu. Nëse ti vazhdon poston produkti im është shumë i mirë, është ashtu, ka këto karakteristika, po bësh një informator. Pra, po bësh ajo etiketa që i ke vendosur produktit dhe ai mund ta lexojë vetë klienti aty. Dalim pak te a ke ndonjë person që ka dhënë ty motivim në jetë, motivon, frymëzon? Ke ndonjë mentor që i thojmë neve mentor? Jo, nuk kam mentor. Më thënë nuk ke vetëm Zotin. Kam vetëm Zotin edhe kam shumë njerëz së bashku që më kanë dhënë gjatë gjithë jetës mësime dhe jo vetëm mësime, po më kanë dhënë disa shtylla të forta ku unë duhet të bazohem në jetë. Unë nuk kam një mentor, por kam një njeri që dua ta bëj krenar. Ai njeriu është vetja ime. Kur nisha 8 vjeç dhe unë kur jem 80 vjeç. Unë dua që çdo gjë që bëj gjatë gjithë këtyre viteve, Armela e vogël 8 vjeç thot bravo, ti bën shumë mirë. Por ndërkohë që Armela 80 vjeç, kur të jetë plakur, të jetë rrudhur dhe kalojnë vitet dhe thot, e di që ke bërë një jetë mirë. Ja, Rita. E di që ke vlerësuar gjërat që vërtet kanë rëndësi në jetë. Do dalim pak në një temë tjetër, që do kthehemi edhe pak në Shqipëri, po dhe ka lidhje me Kanadan. Është komplet jashtë marketingut, është e figura e femrës. Në Shqipëri kemi vure, do të thënë kemi dëgjuar thashë theme që femrat e kanë pak vështirë ta kapin një pozicion punës, se në shumë herë ka dhe abuzime me pamjen, do të thënë ka punëdhënësa që e ke shpërdorin, do të thënë imazhin e një femre dhe
kërkojnë domethënë Se vetëm në Shqipëri. Jo, po ndodh në Shqipëri, ndodh në Kanada kjo gjë? Po. Mjafton të shikoni skemën e korporatave. Çdo lloj kompanie në Kanada, në Amerikë. Në çdo lloj vendi perëndimor, hapni organikën dhe shikoni sa më shumë shkon në maj, aq më shumë zbardhet dhe aq më shumë mashkullohet. Kështu që nuk ka se si mos ndodhi e njëjta gjë në Shqipëri. Fatkeqësisht, por ky është fakt. Faktet duhen pranuar. Është trend botror dhe ka mjaftu shumë arsye mbrapa. Po mirë, tani për shembull një femër është e bukur, por nuk ka aftësinë për atë vend pune. A nuk mendoj që Adam Smith, babai i ekonomisë, ka treguar shumë mirë që tregu i skarcon vetë eksternalitetet, që do thotë në qoftë është e bukur dhe është thjesht aty për bukuri, tregu do ta skarcojë mbas disa kohësh. Do dalë automatikisht jashtë tregut, nëse vërtet nuk prodhon vlerë, edhe nuk di ta bëj punën e vet. Por unë këtu do thoja që ka dhe shumë paragjykime në Shqipëri. O, sa dush, ne jemi kampion. Jo vetëm në Shqipëri, po dhe këtu. Po ne jemi kampion, mos e neve gocat e s'kajnë si të shtisë, pa më bete, po me shku të fura bukës, me marë bukën, shkojnë vishën bukër, shpitullohen për me shku të buka poshtë. Po që mendoj që femrat mund bëjnë shumë, por edhe ato që janë të bukura historikisht është e vërtetuar në fakt që të shënojt e bukur ndihmon. Edhe ata që janë burra të bukur janë pozicione më të mira pune se sa ata që janë bukur. Quhet privilegji të bukurit, the beauty privilege. Është për gjithë racat. Kjo është arsye pse dikush edhe e ka pa harin bukurisë. Nëse është dhe i zgjuar dhe i bukur, po edhe është plus. Fat për ata, lumsi ata. Dalim pak te koha. Koha sa majmen unë 2000 me 2020-ën, jo vrap, po ka qenë kështu spring. Do të thënë shumë shpejt. Ti mendon se e ke kap ritmin e kohës? Jo, mendoj që koha ecën shumë më shpejt se sa ne. Në bota është bërë shumë... Unë me sa të njoft të shoh goxha me energji dhe shumë dinamike. Është do ishte të lirë të thoja që unë jam absolutisht më e mira. Jo, absolut, po mendon që je në ritmin e kohës? Se unë e përdor vetë në shoqërinë time. Përpiqem shumë, po nuk e di sa ja arri. Unë në shoqërinë time, mendoj që kam shumë për të bërë. Profesorin tim, unë bëj disa herë bëj debat me miqtë e mi, për shkakun se i tham, "Ore, hajde bashkëpunojmë." Po ideja është se unë s'kam kohë të kthej kokën mbrapa ku jeti. Eksakt. Po ecim me mua në një hap, hajde burum, punojmë. Ecim. Po ecë para me jam shumë krenar se unë do më japësh shtyt që unë të kap ty. Unë s'kam kohë të kthej mbrapa. E vërtetë. S'më pan njerëz në frenato, si thonë. E vërtetë. Edhe kjo është puna e kohës, po përpiqemi të ecim para, po duhet të kuptojmë që njerëzit ecën me ritme ndryshme, kështu që kemi çfarë të bëjmë. Dalim te një pyetje tjetër. Yes. Si çdo njeriu që i ndodh, ka ndodhur një herë që të ndjesh bosh kështu fare, kështu fik fare me bateria, me kret. Edhe ku gjen motivimin të kthesh prapë? Pres një bilet ja fus për Shqipëri. Domethënë atje të shkosh në Shqipëri të marrësh një motivim ose të motim. Pam. Besoj që mbështetja ime më e madhe në jetë ka qenë gjithmonë familja, edhe un kam një motër dhe një vëlla më të vogël, kështu që tifozat e mi më të mëdhenj janë ata gjithmonë fansat e mi më të mëdhenj, edhe gjithmonë kur kam diçka që ndihem kështu si me e shoh botën pak më të zymt, edhe kuptoj dhe vetë që po e teproj, përpiqem ose bëj një telefonat me ata ose me shoqjet e mia që janë larg, i telefonoj, pim një kafe online, se tani në Kanada si kemi gjithë këtu, s'kemi asnjë këtu, po. A ndodh ndonjëherë për shembull me çu ktheve te motra dhe te vllai? Po. Keni një projekt në dorë? Po. Edhe i të punu, edhe je fokusuar në kompjuter, në punët e tuaja, marrin telefon nga Shqipëria, edhe i thon përgjigja se më ndodh mua. Më fal, po kam diçka në dorë, nuk mund të këtë përgjigje. Po fatikisht si reagon ti kur të marrin nga Shqipëria në telefon? Tani thu të marr pastaj apo të paktën e kemi krijuar një Shqipëri, domethënë pak a shumë janë shumica janë pa punë dhe IPB Armenis telefon ka le pak. Un kam krijuar një ritual që me familjen time flas çdo ditë në pushimin e drekës. Ato e dinë që në këtë orë? Ato e dinë që në orën 2 unë do t'i marr në telefon çdo ditë, edhe do mund të flasim me FaceTime, me kamera, ndërkohë që unë haj drekën flas me ta.
Dhe kur kam punë që dita më shngarkuar edhe nuk mundem shkëputem dot në orën 2 për drekën, i shkruaj që sot nuk do flasim se kam shumë punë. Po, I vend djeni. Se nëse nuk i përgjigjem, do kem 6 mesazhe brenda 1 sekundi që pse s'po na merr telefon, dhe telefoni do vi pa pushim derisa ti them që nuk mundem pas dot. Kështu që e kam kriju si ritual. Kam kriju një farë përshtypje që ti e ke mbush ditën me aktivitet. Kështu kam kriju nga tut pa kohë të fundit edhe më vjen shumë mirë. Po, a ke kohë të ndjekësh hobit e tuja dhe arktimin, ke kohë, e gjen kohën? Jo, s'kam pas kohë. Nuk kam pas kohë. S'ke kohë të arkosh. I vetëm aktivitet me 8 mars që ishe para një viti kur s'isha përfshirë në këto aktivitetet e tjera. Rastisht kam padur, vetëm të pa fotografi thash, "Ore, po kjo." Kjo goca. Edhe çuditse edhe atë ditë kam pas 40 kuqe veshur se sot. Jo, vetëm pash në fotografi edhe një fotografi. Unë kur kam ardhur, shkoja në shkollë, pastaj direkt në punë dhe pastaj bëja pazaret, gatuaja, detyrat, ishte e mbyllur dita, java, ishte gjithkohës kështu. E njëjta gjë vazhdoi disa kohë ku qetësova kur ishin pushimet e shkollës, e njëjta gjë vazhdon tani. Jam punë, pastaj merrem me një angazhim tjetër të rinjve profesionist, pastaj merrem me mësimin e gjuhës, pastaj me dokumenta, pastaj duhet bësh pazaret, pastaj shtëpia, pastaj çdo gjë në vrapim. Ke agjenda apo ke ndruan gjitha? Jo, i mbaj kështu, përveç se gjërave të punës që duhet skeduloj oraret, pjesët e tjera përpiqem me vrapti përfundoj brenda javës, se ndryshe pastaj nuk bëhet e pamenaxhueshme. Mirë, do bëj një pyetje pak më private, nuk e ngel hatri pas shortit. Jo. Nga ju dy për shembull. Po. Kush mendon që e ka man kontroll përgjithësinë e menaxhimit të shtëpisë, të buxhetit familjar, do të thënë në kuptimin që është bashorti që man lokomotivën që të hek apo e kuptoj. E ke dëgjuar atë shprehjen ti burri, se po shoh se ke shumë energji prandaj. E ke dëgjuar atë shprehjen ti burri i sjell me trasta, gruaja i nxjerr. Se unë për vete i kam vllastu të shtëpia. Kam vllastu. Bashkëshorti im është shumë i zënë. Çdo ditë është nga mëngjesi deri në darkë në punë, edhe vetëm një ditë pushim që ka është një diel që përpiqemi ta kalojmë bashkë. Ditët e tjera është gjatë gjithë kohës jashtë shtëpisë. Del, mbaro punën, pastaj mbas punës ka një angazhim tjetër dhe është nga e hëna në të shtunë kështu. Dhe unë përpiqem që t'ja lehtësoj pjesën tjetër dhe t'ja bëj jetën pak më të menaxhueshme dhe atij, që të arrijmë të dy një rezultat. Çdo lloj çifti i ri, kudo që e nis jetën bashk, duhet punojnë skuadër. Nëse secili punon për projektet e veta, nuk do shkojnë në asnjë vend. Nëse punojmë së bashku dhe e dim cilat janë prioritetet e mia, hajde të ndihmoj që të arrish prioritetet e tua dhe ai ndihmoj mua për prioritetet e mia, që kështu ne të nxisim njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin për të pasur një jetë mirë. Besoj që të paktën ne të dy përpiqemi të bëjmë këtë gjë. Për fëmijë i mendu? Ende s'ka ardhur momenti për fëmijë. Ju duhet ala më bëma mos pamallë. Po të ndalen thinjat se jam akoma e pathinjur. Kam thënë që kur tinjem do bëhem me fëmijë. Inshallah, zoti ju fal sa më shpejt. Faleminderit. Kemi një temë shumë interesante. Po bën shumë zhurmë me votën diasporës. Çfarë mendimi keni ju lutem? Sa është shumë interesante. A është e rëndësishme që ne që jemi në diasporë, vota jonë është e rëndësishme? A e beson që unë as Shqipëri s'kam votu? As nuk kam votu në Shqipëri 40 vjet e fundit fare. Nuk kam votu fare. Dhe s'ma beson njëri, po mund shkojnë qofi në listën e... Po çfarë mendimi ke? Unë do t'jap një mendim racional. Po, kemi shumë. Mendoj që teknikisht ata që janë në Shqipëri kanë drejt thonë që ata që kanë ikë s'kanë drejt votojnë, sepse nuk jetojnë këtu, pse duhet votojnë? Kanë dëgjuar të dyja variante. Gjë që qëndron. Por unë mendoj që duhet votojmë vetëm nëse ke lidhje të forta me vendlindjen. Pra, nëse ka ardhur, po e thëm, Xhaxhi Astriti në 1990 këtu në Kanada dhe ka 35 vjet që ka ikë nga Shqipëria. Këtu është martu me një, qoftë edhe shqiptare, fëmijët i ka lind këtu, është bë me nipër me mbesa këtu, ka ardhur në Kanada, shkon një herë 5 vjet në Shqipëri, veç me pa shtëpinë e babës dhe me shku te kushërinë të shtat. Edhe si dërson fare çfarë ndodh? Teknikisht ai pse duhet votoj. Dhe këtu qëndroj me ata që thonë Shqipëri pse duhet votojnë.
Ai e ka humbur lidhjen me realitetin, ai nuk e di më si është Shqipëria dhe ai voton thjesht për atë që shikon. Po edhe është me pasaportë kanadeze. Është me pasaportë kanadeze, ka ndërtuar jetën këtu dhe nuk ka ndërmend të shkojë më mbrapsht. Pse duhet votojë ai? Sepse ata shkojnë në Shqipëri dhe krahasojnë vitin 1990 me Shqipërinë sot. Të shohin ca kulla dhe thonë Shqipëria është rregullu. Ka nevojë më për Dhe këtu mbrënda nuk ka një boshllëk të madh argumente. Pra ai nuk di të argumentojë votën e vet. Po ndërkohë unë që kam ikur ishtazi nga Shqipëria dhe që në planet e mia nuk është që unë do vendosem këtu përfundimisht, po dhe mund të kthehem, unë pse nuk duhet votoj? Kur unë e shoh më me kthjellësi gjendjen atje, sesa që shohin ata që janë aty. Pra janë të dy anët e argumentit. Dhe kjo është një gjë që nuk e zgjidh dot për ta ndarë, sepse nëse ti jep drejtën e votës diasporës, ja jep gjithëve, ose se jep asnjërit. Kjo është diçka që mbetet për të parë. Tani do të kalojmë pak në tjetër dimension, po kemi pyetje më të shpejta. Na thuaj pak kush është ushqimi juaj i preferuar. Unë haj çdo gjë. S'ke kështu, më thënë, ka marrë malli për tavë Tiranëse, si thonë ne? Taveua? Po. Ka marrë malli, ku se gjendot? E kam bler vetë, unë e solla nga Tirana. Tavën e veut, e bëj këtu me gjizë. Po. Okej, pija alkolike e preferuar. S'pi fare. Vetëm ha. Bravo, okej. Fruti preferuar? Portokalli. Okej, muzika, çfarë zhanri muzike pëlqen? Pop më shumë, latinet, sikur kam lind në Amerikën Latine, pafund, pop edhe latina të dyja zhanrat. Okej. Ngjyra e preferuar? Bluja e errët, navy. Okej. Jetë më shumë të dramat apo të filmat me aksion? Apo kur jam energjike, me shumë energji, du aksion. Kur du që jam e mërzitur dhe du të qaj, i dram, po më shumë aksion. Kafsha e preferuar? Qeni. Qeni? Po. S'keni kafshë të madhe? Ja. Luani, Ja. tigri, okej. Është kafsha më e bukur është qeni për mua, besnike. Atëherë dhe pyetja e fundit projektet e tuaja të ardhshme, që t'i japim, t'i informojmë dhe dëgjuesit tanë për çfarë projekte ka të ardhme Armela. Që i kem punën sipër, i kem në Përveç se Testadizi dua ndërtoj një platformë që t'i shërbej studentëve për gjetur vende pune kur vinë këtu në Kanada, edhe për të gjetur një vend banim kur vinë këtu në Kanada pa pasur nevojë të lënë $25 për të marrë një shtëpi me qera. Kemi punuar Dorms Easy, që do jetë një platformë për të marrë shtëpi me qera. Madin Armela Rexha. Këto do jenë pjesë e portofolit të kompanisë që unë punoj. Okay. Është në projekt, është një djalë shqiptar, quhet Henry, është rritur këtu në Kanada, edhe Ju po flas për projektet e tuaja personale. Unë jam e përfshirë te ky projekt sepse unë do jem do dalim dhe tek ajo. Projekti personal këtu është emisioni Shqip Story është jemi. Okej. Domethënë këto janë projektet personale. E kuptova. Okej. Kurse për kompania është diçka tjetër. E kuptova. Okej. Dy projekte personale është t'i ofroj të gjithë studentëve shqiptarë që vinë këtu një mundësi për gjetur punë. Dhe dua ndërtoj me këtë atë që thatë dhe ju mund ta ndërtojmë bashkë. Por unë nuk dua ta bëj vetëm me komunitetin e shqiptarëve, sepse e shoh që është shumë e vështirë të penetrosh tek ata dhe t'u japësh vërtet kuptojnë që unë këtë gjë po e bëj pa përfitim personal, unë dua thjesht të ndihmoj këta studentë që kur vinë këtu të gjejnë një vend pune dhe jam afruar shumë bizneseve të tjera ndërkombëtare. Kam shkuar, kam bërë takime, kam investuar kohë që ato që kanë biznese restorante rreth zyrës ku unë jetoj ose rreth zonës ku unë jetoj, nëse duan punë, do të shohim studentët që janë këtu. Dhe pse jo? Dhe e dyta është Lunera Marketing. Lunera do jetë shumë shpejt on air, duke nisur nga maj. Së bashku me founderin tjetër do ofrojmë shërbimet marketingut për bizneset ndryshme. Po, edhe kjo është projekti im personal. Bravo. Co-founder gjithashtu me shoqen time. Ideja na erdhi rastësisht duke biseduar së bashku. Dhe I thash, pse mos ta bëjmë bashkë? Ishte shumë dakord, nuk e dija që do ishte aq dakord, se është një njerëz shumë I qetë, është një vajzë shumë e tërhequr, përpiqet të bëjë gjërat e veta dhe t'i bëjë mirë, por nga ana tjetër si duket kur erdhi këtu motivua edhe pa që është diçka që ne mund ta bëjmë mirë, edhe I pëlqeu si ide, mënyra se si unë doja që ta strukturonim dhe tha I'm totally in.
Kështu që shpresojmë që të arrijmë ta përfundojmë në kohë edhe në maj të jetë gati për fushatë.